Me që më pyesni, po ju përgjigjim, po për mua faktikisht dielli është një banalitet, asgjë më shumë, nuk ka asnjë vlerë më shumë. Sepse siç ju thash, zoti Rama mësuar të bëjnë tip sensacione kështu fasadash, por që Dakord, po kapi faqet e para të mediave. Po mediave. marrim parasysh të më ta lënë kishën fshat, është nga stadi aktual që ka Shqipëria në teknologji edhe në fushën e teknologjisë informacionit, Shqipëria është shumë dobët në aplikimin e teknologjisë. Po shikoni në Shqipëri, pagesat online ose pagesa me kartë ose gjithë infrastruktura e pagesës online dhe teknologjisë është shumë e ulët. Në Shqipëri ka kesh pafund, por nuk ka teknologji. Kjo është një fasadë thjesht për të dukur, për të bërë zotin Rama të ndjen gjithë botën dhe edhe e forta pse bën Rama këtë brenda Shqipërisë është një karrem që jo ka hedhë më mediave, jo ka hedhë shqiptarëve për të patur një temë pak më të ndjeshme ose më interesante për shqiptarët se sa zoti Veliaj, se sa incineratorët, se sa vjedhjet e naftës, vjedhjet në gjithë Shqipërinë. Kështu që është një taktik e tij që, do të thënë, çudia më e madhe e zot Reddit edhe këtë Rama hedh pas here hedh informacione të tilla. Unë nuk besoj që ministria e prokurimit do zgjidhë një gjë. Thjesht është një farë dorë pas kësaj ndodhet Rama, po sikur bëj gabim. Kjo diella të bëj gabim diku, kush e ma përgjegjësinë? Unë çudi që edhe presidenti e firmos në dekret që ministra digjitale diella kështu duket një kështu. Kjo është thjesht për të rënë sy, bota ka përmendur është e vërtetë që në gjitha mediat e botës po sensacion se si ka mundësi që për mua është një pyetje edhe tjetër, si është ka mundësi që ka një përgjeshëm sa që një vend kaq i vogël nga Shqipëria pa teknologji, pa zhvillim, pa gjë fare, ka këtë guxim që bën një ministër një program digital. Po mirë, nuk besoj fare. E kuptoj. Jo, është e vërtetë konstatimi juaj që ka nivel të ulët të përdorimit dhe të dijes teknologjike në Shqipëri, por a nuk është kjo një mënyrë se si të fillojë dhe teknologjia të integrohet në vendimarrje se dikur do të fillojë diçka? Përdorimi i teknologjisë, pra për të rritur dhe nivelin e teknologjisë. Po ju besoni që do të fillojë me diellin? Apo ju thoni që diella është e fundit fare, nuk fillohet me diellin? Është çdo njeri dhe në familje ti ka shtëpi sa lek çon shtëpi. Edhe ke ka siguri sa lek çon shtëpi. Ju dini shumë mirë që Albania është vjedhur, e stërvjedhur dhënat e shqiptarëve i ka gjithë bota, gjithë shtetet terroriste edhe shtetet pa sigurt i kanë dhënat tona. Më thënë, Shqipëria ka investuar shumë pak në sigurinë kibernetike dhe ka këtë stat që ka, po ne jo gjithë shqiptarët janë kaq pa nivel sa të mos e kuptojnë që kjo është thjesht një show. Shqipëria nuk ka një nivel sigurie, ja kanë marrë dhënat, ja kanë marrë gjitha, dhe bankat e Shqipërisë, edhe shumë gjëra që Shqipëria ka një probleme tjera ku ta fillonte dhe jo me diellin, por thashë është komplet show. Tani njerëzit harrojnë në Reon Velian, kalon ekspres, në shkruan kryeministri edhe në rrezik edhe gjykatës kushtetuese i bën presion që të marrë një vendim shpejt, sepse nëse ka shkelje të procedurave për shkakimin e Veliat, po të jenë gjyqtarë që janë me integritet, do ta kthejnë mbrapa. Dhe kjo është shtyje, nuk është se do ta kthejnë punë, po do ta kthejnë mbrapa që është për të filluar për të bërë procedura normale. Kështu që ana e ellës është thjesht një show që për mendimin tim as nuk ja vlen është thjesht një program, një avatar. Po. Rama pra mi ka 2 avatar, një ka në kompjuter, një ka në kryetar parlamenti, kështu që keni parë dhe vetë që nuk ka demokraci. Në fundit shqiptarët edhe prandaj dhe ikin se çdo ditë, çdo moment shikojnë që nuk ka demokraci, nuk ka liri. Qartë, mirë, le të kalojmë pak në një çështje tjetër që është më serioze dhe që lidhet me programin ekonomik të qeverisë, lidhet me të ardhurat, me pensionet, me investimet. Është zotuar kryeministri Rama për pensionet deri në 400 euro dhe jo më të ulta se 200 euro, rrogën minimale 500 euro dhe mesatare 1.200 euro. Është zotuar për ujë 24 orë në ditë për investime të mëdha publike, 700 kilometra rrugë, e të tjerë. Duke bërë edhe një krahasim me vendet të Bashkimit Evropian, se mbase me Gjermaninë është pak e tepër, se Gjermania është një ndër vendet më të zhvilluara të botës, i treti ose i katërti. Po me vendet të tjera të Bashkimit Evropian, a jam brin dot Shqipëria me këto masa që të kap, po themi, standardin e jetesës së këtyre vendeve në këtë 4 vjeçar?
Unë besoj që Rama nuk ka asnjë problem me premtimet. Premtimet, çdo 4 vjet i ka bërë premtimet. Ç'është çfarë ka arritur. Unë duket shumë e turpshme që një politikan pas 25-30 vjetësh dalë thot prapë që do të siguroj ujë 24 orë. Ky publik nuk mendon që çështja e ujit ka qenë gangren dhe mbetet gangren? Me këtë do na marr votën prapë në shqiptarëve? Me ujë. Me ujë. Premton do heq cisternat, premton vendet në Velije, premton Ramës çdo vit, brenda edhe shqiptar prapë japin votën. Kjo është faj shqiptarëve, nuk është faj i Ramës faktikisht. Nëse ne besojmë prapë na gënjejnë, a ka qef ti besoj vetë se viso gënjesh aty. Po ku ti marr lek për të ngritur pensionet? Ku ti marr lek? Pse s'tregon, pse s'bën transparencë Rama ku ti marr lekët? Pse nuk ka transparencë të ardhurave, sa hyjnë, sa dalin? Pse s'bëri transparencë për paratë të tërmeti që morin nga Bashkimi Evropian? Një masë jashtëzakonshme lekësh. E di në shqiptar që ku vajtin këto lekë? Po mungesë transparence, si do të argumentojnë? Le të na tregojë llogarinë Rama, si do çojë rrogat pensione 400-500, ku ti marr lekët? Si do rris rrogat? Si çan mbi bazë njëri, ku ka garanci Rama? Sektorin privat do të urdhëroj? Si do e bëj? Na tregoj rrugën si do e bëj. Gjithashtu edhe asnjë s'ka pyet nuk pyesin shqiptarët, ku vi po në fushat elektorale premton nga fillimi, bëhet ndrat para beson vetë gënjeshtrën edhe shqiptarët mirë votën, ja dhan votën, bravo i qoftë Ramës, si mashtron shqiptarët, tani shqiptarët rrinë me gishtë në gojë. Po problemi është se unë besoj që, dhe jo vetëm unë, se unë nuk jam ekspert ekonomie, po me aq sa kam folur, ka nevojë për rritje rrogash dhe pensionesh, për rritjen e standardit të jetesës. Shqipëria nuk është një vend me të ardhurat dhe me një standard të lartë jetese, dhe kjo del në të gjitha klasifikimet ndërkombëtare, apo jo? Klasifikimi ndërkombëtar nuk besojnë që në real, sepse klasifikimi ndërkombëtare ato nuk vinë Shqipëri për të parë realisht se ta vetë kush punon, sa punojnë nxehtë, sa paguajnë taksa. Organizatat ndërkombëtare shikojnë se çfarë deklaron qeveria shqiptare. Në fund është çështje statistike. Nëse Instituti i Statistikave i Shqipërisë nuk e përfshin brenda, ç'do bëjnë ato ndërkombëtarët? Do vinë të na shikojnë në përshpia sa vetimi, sa kemi rrogën, sa punojnë nxehtë, sa blen. Kështu që shteti nuk është i sinqert me qytetarët e tij dhe qytetarët janë të sinqert me shtetin. Kështu që është komplet normale. Nuk besoj që Shqipëria ka nivel kaq të lartë sa është në statistikat, sepse do të ketë një bazë, do të kesh një shifër, do të kesh një statistikë reale. Në Shqipëri punohet shumë nxehtë, shitet, blihet, vjen para shumë nxehtë. Fakti që një nga pikat që po përmend si jashtë radhë është që ne për shembull në Ngrim jemi të vjedhur dhe stërvjedhur. Jemi të vjedhur 1/3 e djersës tonë. Ne vim në Shqipëri, euro ishte 1400 lekë. Dikur, të vjetra në përpara tani paguajmë, marrim 960 lekë për këto për një herë që sjellim. Kështu që pse nuk jemi të vjedhur në diaspora? Sigurisht jemi të vjedhur. Një nga pikat. Por dhe pensionisti, je i punësuar në shtet, je i siguruar, i këtë doktori, provoje nëse të viziton doktori që ke siguracion, s'të pyet njëri fare. Kështu që këto nuk i dinë ato statistika ndonjëherë nuk i dinë fakt realisht se si është puna jonë. Dhe ne shqiptarë nuk është e dim tamam se sa lekë kemi si popull. Se si kemi lekët në bankë, kemi pallati, kemi në dorë, bëjmë tregti, shitje, blerje që shka bëhet në dorë. Prandaj më vjen keq me diellën që Shqipëria është e para Shqipëria s'do ta përmend diellën fare. Nuk ka drejt ta përmend diell as digitalizimin, se Shqipëria është pa digitalizuar fare. Mos shikon Facebook, Instagram këto që kanë organizatat edhe kompanitë botërore kineze dhe amerikane që ne i përdorim në dorë, kemi një iPhone në dorë dhe themi po jemi teknologji, jo, s'kemi lloj teknologji fare. Sa shqiptarë kanë paguajnë online. Gjithçka kështu nuk ka dhe terminale për të paguar online. Shikoj, kam parë shpesh që vinë turistë në Shqipëri për bler gjëra, ja shumica turistëve tuaj vinë me kartë. Duan të paguajnë, kanë parë që duan të blenin dhurata, çonin në vendet e tyre, nuk e blen dot, sepse ai thoshte only cash please. Ai thoshte shiko, po të kishte kartë, po të kishte terminal, unë paguaj me kartë, blej shumë gjëra e paguajnë. Pse nuk e bën tregtarit? Sepse po paguhet me kartë, fitimi deklarimi shkon në bankë. Më thonë, janë gjëra minimale, prandaj dhe Shqipëria teknologjia. Nga ana tjetër, kryeministri edhe ka premtuar që do të ketë një amnisti fiskale, një paqe fiskale me bizneset, sidomos me biznesin e vogël, ku do të falen borxhet e 10 viteve. Po kjo duket si një premtim i përsëritur dhe një premtim elektoral. Kush e beson e ka fajin vetë. Kështu që vjen keq them, po është fajtor ai që e beson. Më thonë. Qartë. Ka një shprehje popullore ishte shumë i qartë, po.
më gënjeve një herë të vrap Zoti, më gënjeve për herë dytë fal Zotit, sepse unë e di që gënjem, kështu që ne kemi fajin vetë. Qartë. Do të flasim edhe për një çështje të fundit që është opozita, se do duhet të ishte një alternativë politike ndaj të gjitha këtyre që ju kritikoni. Si mendoni ju se ka nisur opozita mandatin e 4? Kemi parasysh seancat pas konstituimit kuvendit, ku u bë debat për komisionet parlamentare, dhe komisionet parlamentare janë miratuar 11 komisione parlamentare, 4 prej cilave i udhëheq opozita, 7 i udhëheq majoranca, sigurisht ato më të rëndësishmet i udhëheq majoranca, sigurisht opozita ka qenë kundër heqjes që ju bë të komisionit të integrimit, i cili u bashkua me komisionin e punëve të jashtme dhe e drejton majoranca. Nga ana tjetër kemi seancën e votbesimit qeverisë, ku për shkak të një provokimi sipas opozitës që ju bë me diellën, u prishë gjithë seanca dhe zgjati vetëm 24 minuta, ku do duhet që të kishim dëgjuar programin e qeverisë, dhe nuk e dëgjuam dot. Dhe në vijim, si e shihni ju opozitarizmin në këtë fillim të mandatit 4? Unë do të filloj me këtë, në gjermanisht ka një shprehje. Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Që për këthyrë në Shqip do thotë që fëmia ka rënë tashmë në pus për Partinë Demokratike. Fakti që Partia Demokratike ndodhe në këtë gjendje nuk është kështu komplet pa shkak. Dem tani kam kritikuar për Ramën për këtë, mund bësh shumë qefi që Shqipëria rresë përpara të futën Bashkimin Evropian sa më shpejt, por ai që kritikon duhet di dhe t'jap alternativa, do t'jap dhe zgjidhje, mundësi tjera, nuk është kritikosh, se çash është gjë më kollajt. Çdo njeri mund ta bëjë nga divani, por njerëzit duhet vrasin më shumë dhe për të krijuar dhe alternativa. Dhe këto alternativa, për t'i dhënë, është detyra e opozitës. Por që të japësh alternativat në radhë parë duhet lënë të flasësh. Nëse ty të kapin për gjë, nuk lëm flasësh, çfarë alternative do japësh? Kjo që ndodhi në Parlamentin shqiptar është faktikisht tupshme për një shtet serioz, për një parlament serioz. Atë që bëri që duke mos lënë, duke diskutuar, është një lloj si kur ishim fëmijë dhe luanim top. Shkonim për të bërë gol, e kapte topin ai, thosh topi është imi, do ta gjuni parë ose do ta mbaj. Kështu bën dhe Rama tani, kështu një fëmini, një sjellje shumë banale më duket mua, që kryeministri i thot deputetëve, shiko, pushoni ose do hedh në votim. Po kush jeti? Si thua 100 ca burrave deputetë thua pushoni se do bëj këtë. Kështu që edhe avatari i tij në atë, okay, tha kryeministri, avatari tha ka në parlament, ka në votim dhe mbaroi puna. Kuvendi ka një rregullore. Kjo është shkelja e ligjit faktikisht, kjo është shkelja e pasur e ligjit. Rregullores kuvendit. Për këtë nuk është se do ketë një sukses, nëse qeveria, Partia Demokratike mendon që ta ankimojnë gjykatën kushtetuese. Po, në fakt, edhe këtë dhe vetë zotin Peleshi. Kjo është një show politik si po ndërmarrin diçka. Por realisht Partia Demokratike vetëm mundësi që ka, një mjet komunikimi që ka, është pjesëmarrja në komisionet parlamentare. Aty mund nglet zërin, aty mund t'jap ide, aty mund propozoj zgjidhje, kështu që këtë duhet ta bëj se s'bën. Ikja nga parlamenti, bërtitja, zhurma në parlament është kontraproduktive. Këtë s'duhet ta bëj PD-ja kurrë. Duhet këtë zënë mend faktikisht me gjithë të vitit që kaluan, sepse njerëzit, shqiptarët e thjesht nuk e duan më këtë. Më në fund duhet ta besoj Partia Demokratike, duhet ta kuptoj që shqiptarët nuk duan grindje, nuk duan zënje, nuk duan shtymje, por nuk është sukses shtyesh me një dikë tjetër. Tani thash që fëmia ka rënë në pus, tani vetëm zgjidhja është që për ta nxjerrë këtë formë që duhet dalë diskutosh, t'jap zgjidhje, t'japësh alternativa, t'jesh i besueshëm, të kesh mundësi të lidhesh me elektoratin, shkosh te qytetari më i thjeshtë, të zgjedhësi më i thjeshtë, ti tregosh popullit, o popull, unë po punoj. Ndodhin këto kushte, s'ka ndërsi se ja sirrit ndër tani, ndodhin këto kushte dhe unë po punoj për të mirën tuaj, për qytetarin, për zgjedhësin, për këtë. Për kaq kohë që nuk e bezbin dot, Partia Demokratike të vazhdoi të jetë kështu në minorancë. Çfarë do bëjmë tani? Unë kam një pyetje në këtë sens për opozitarizmin. Në këndvështrimin tuaj, problemet që opozita, Partia Demokratike, si partia më e madhe në opozit, artikulon, janë probleme të qytetarëve më shumë, apo probleme dhe halle të vetat? Pra të përbërësve të saj, të kreut të saj, çfarë rëndësie ka? Si e gjykoni? Për mendimin tim, ka një vlerësim të kundërt të babarabartë. Për mendimin tim, qytetari është inteligjent. Politikani mendon që po ja pret kostumin qytetarit, por faktikisht është e kundërta. Qytetari po ja pret kostumin politikanit.
Dhe deri tani njerëzit ose politikanë çfarë shkon mendja, atë që është më lehtë për t'u arritur ose për ta bërë edhe e bën dhe nuk kanë kontakt. Ndoj deri tani fakti që Partia Demokratike ka vite poshtet tregon që Partia Demokratike nuk ka mundur ta zgjidhë atë çelësin, kodin e qytetarit. Besoj që deri tani nuk është se ka menduar për qytetarin, po të mendon për qytetarin edhe të binte qytetar pas gjithë atë këqijave ose këtyre që po ndodhin tani. Besoj që qytetarët janë shumë inteligent dhe ndryshojnë të japin votën, por qytetarët nuk duhen ndrojnë hajdutët, nuk duhen të ndrojnë arrogantët. Këtë duhet ta dinë dhe opozita, dhe është në dorën e opozitës, tani ka kohë mjaftueshëm për të menduar, për të rimenduar, për të gjetur njerëz të duhur, sepse politika nuk bëhet pa njerëz. Nëse dikush vjen në parlament për të marrë rroga, për të rregulluar biznesin e tij, më vjen keq, po kjo është qëllimi i qytetarit, kështu që kjo ka traditë në Shqipëri, kështu që si në Partinë Socialiste, si në Partinë Demokratike, që njerëzit hyjnë për të rregulluar njëri tjetrin, për të rregulluar partinë. Prandaj jemi këtu, jemi një vend i vogël, njohim secili njëri njeh tjetrin, për 10 minuta mund gjë këtë duar Shqipëri se që aq është lidhjen, kështu që kështu funksionon Shqipëria dhe duhen njerëz me një mentalitet shtetbërës, duhen njerëz serioz, njerëz që duan vendin. E kam përsëritur disa herë, duhet vi njerëz që e duan me të vërtetë, janë njerëz përgatitur, njerëz nuk mendojnë vetëm për veten e tyre. Nuk vinë për të marrë një rrogë ose për të bërë biznes, për të krijuar lidhje, për të krijuar kapital politik. Fakti që pas zgjedhjeve deputeti sta ngrenë me telefonin, s'pyet mos e mbaroi punën ti për 4 vjet. Kjo ne kemi fajin ne që e besojmë, sepse neve na ka ndodhur ka 30 vjet që na ndodh kjo që politikanë sa po të marr votën, ikën e ne prapë themi që jo kur vjen gjithë e punë t'jap votën, bëj këtë, bëj atë, bëj rrugën, bëj mbjep ujë. Ku ke ujë në 30 vjet, pas 30 vjet flasim prapë për ujë. Rama premton ujë që qartë. Ike masive shqiptarëve, mungesa drejtave deputetëve në radhë parë. Çfarë do të zgjidh mua deputeti në fshatin tim, në vendin tim, në problemin tim, kur nuk zgjidhet problemin e tij që ka në parlament. Nuk mungon ndjenja e kompromisit, qasja pozitive ndaj njëri tjetrit,